Sot u mbajt ceremonia mortore për Eldion Kelmendin, i cili humbi jetën tragjikisht një ditë më parë në një aksident të rënd rrugor. Atmosfera ishte mbushur me dhimbje dhe pikëllim, teksa dhjetëra qytetar të afërm, miq e kolegu mblodhen për t'i dhënë lamtumirën e fundit të ndjerit. Mes të pranishmëve u vun re edhe emra të njohur të muzikës shqiptare, si Dafina Zeqiri dhe Yll Limani, të cilët ishin aty për të treguar mbështetje dhe solidaritet në këtë moment të vështirë. Ata i shprehën ngushëllimet e tyre këngëtarit Gjesti Kelmendi, vëllait të Eldionit, i cili po përballet me humbjen e rënd të një njeriu të dashur. Pjesëmarrja e tyre dëshmoi për lidhjet e ngushta miqësore dhe respektin që gëzonte i ndjeri në rrethin shoqëror, duke e bërë këtë ceremoni një moment të dhimbshëm, por edhe plot kujtime të mirëfillta për jetën dhe figurën e Eldionit. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.